Falënderimet tona të panumërta janë për Allahun te baraka wa taala. Zotin ton pandale falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, mbështetje, furnizim e udhëzim kërkojmë. Këndë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë me mëshirën e Tij të pamatur, nuk ka kush që mund ta humbet ta devijojë. Ndërsa për atë i cili e ka humbur rrugën, le ta dimë dhe të jemi të bindur se nuk ka udhëzues, drejtues tjetër posa Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë me bindje të thellë që buron nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit se nuk ka Zot tjetër posa Allahut që meriton adhurim, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i Tij i fundit. Paqja, bekimet dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e Tij trima besnik, mbi ne dhe mbi çdo besimtar që e ndjek dhe e pason rrugën e tyre me ndershmëri deri në ditën e fundit. Dashur besimtar, pafund dhe falenderojmë Allahun te baraka wa taala, që edhe në këtë ditë të bekuar të xumas, na mundsoi që t'i përgjigjemi thirrjes së Tij të bukur kur na urdhëron në Kur'an duke thënë: O ju që keni besu, kur ta ndëgjoni thirrjen për namazin e xumas, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Nxitoni për tek përmendja e Allahut dhe lëni përkohësisht tregtinë dhe punët e dunjas. Nga se kjo është shumë më e mirë për juve sikur ta dini. Dashur besimtar, e falenderojmë Allahun për këtë begati, nga se besimtari e kontrollon veten që ibadetit mos t'i kthehet në rutinë. E dini gjithë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na tregon dhe po na flet për vlerën e safit të parë dhe për vlerën e thirrjes së ezanit. Dhe po thot ai i cili e përsërit ezanin pas muezinit i takon shpërblimi i njëjtë. Ai më ndal me mendu se kur thot muezini hayya ala salah, hayya ala al falah, e janë në namaz, e janë në shpëtim, si i përgjigjemi ne muezinit? I përgjigjemi duke i thënë la hawla wala quwwata illa billah, se nuk ka mundësi që besimtari me kalu nga një gjendje në gjendjen tjetër, dhe nuk ka forcë për ndryshim vetëm se me lejen e Zotit. Ne nuk mund vim në xhami, o muezin, vetëm nëse Allahu te baraka wa taala na ndryshon gjendjen tonë për të mirë dhe na jep forcë për të vazhduar përpara. Ky është përgjërimi i besimtarit që ja bën Allahu te baraka wa taala. Kemi treguar se në netët e bekuara të Ramazanit thret një thirrës nga Allahu fuqiplot duke thënë ya baghi al-khairi aqbil. O ti që synon me bo punë të mira në Ramazan, afrohu. E që dua ta krahasoj thirrjen e këtij meleku me thirrjen e muezinit për namaz dhe për shpëtim. Si duhet të jetë përgjigjja jon nga ky thirrës që vjen nga ana e Zotit duke na thënë: O ti që synon mirë, afrohu dhe bindju Zotit se kjo është sezona jon. Pa dyshim se duhet të themi me gjuhë dhe në zemrën tonë: la hawla wala quwwata illa billah. Se nuk mund ta falim namazin e terapisë, nuk mund të agjërojmë dhe nuk mund t'i bindemi Zotit vetëm nëse ai na jep leje, na jep forcë dhe na jep mundësinë që ta zbatojmë urdhrin e Zotit. Prandaj distancohemi nga forca dhe nga mundësia jonë. Çdo ditë, çdo sekond dhe çdo çast, e sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe të themi la hawla wala quwwata illa billah, do të përkushtohemi vetëm nëse Zoti na jep mundësi dhe forcë. Dashur besimtar, nëse në këtë formë ndjejmë begatitë e Allahut, sidomos begatinë e udhëzimit, shpresojmë të jemi në rrugën e drejtë. Duke u ngjitur në minber, mu kujtua hadithi i Gjibrilit alayhi salam, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ngjit në minber dhe tha 3 herë: Amin, amin, amin. E gjithë dini se duaja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk refuzohet. Shokët e tij të habitur i thanë: O i dërguari i Zotit, ndëgjum duke thënë 3 herë amin. Mirë po lutjen tënde nuk e ndëgjuan. Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: më erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam dhe më tha duke e lutë Zotin fuqiplot: ai i cili arrin Ramazanin dhe si shkak i neglizhencës tij
nuk e arrin faljen e Allahut dhe nuk arrin që ta gjejë veten e tij në listën e banorëve të xhennetit, thotë qofti privuar dhe larguar nga mëshira e Allahut. Dhe unë ju përgjigja duke thënë amin. Dashur besimtar, nga ky hadith e kuptojmë se përkushtimi në Ramazan është përgjegjësi e madhe. Nuk është thjesht një punë vullnetare që nëse kemi kohë të lirë përkushtohemi në Ramazan. E nëse s'kemi kohë të lirë, ndoshta Ramazani tjetër. Jo, dashur besimtar. A jemi ndalë me pyet veten tonë në vetmi me Allahun te baraka ve teala, mi apo vetes këtë pyetje. Mos vall duaja e Xhibrilit alayhis salam dhe amini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ende janë mbi kokat tona. Apo vall e kemi fituar xhennetin dhe tash ndodhemi në listën e banorëve të xhennetit. E ftoj veten time dhe juve ta pyesin veten tonë se në këtë Ramazan ose kemi vokun të largun nga mëshira e Allahut Zoti na ruaj gjithëve, ose do të jemi nga banorët e xhennetit. Të ndalemi dhe ta pyesim veten tonë. Këto 15 ditë ose më shumë që kanë kaluar, ku po e gjejmë veten tonë? A jemi nga banorët e xhennetit? Apo jemi nga ata që u lut Xhibrili alayhis salam që të jenë të larguar nga mëshira e Allahut? Elusim Allahun që të na mundsoj ta gjejmë veten aty ku jemi të kënaqur. Dashur besimtar, kemi thonë disa herë se Ramazani është shkollë në të cilën ne marrim shumë mësime për jetën. E për mësimeve të bukura që i marrim në Ramazan është edhe vetë vlera e kohës dhe e jetës. A nuk tha Zoti në Kur'an ayyaman ma'dudat, se ditët e Ramazanit janë ditë të numëruar dhe shkojnë shumë shpejt. Dhe ja pra duke i numëruar ditët dhe netët e bekuara të këtij muaji i begat, e kaluam gjysmën e muajit të bekuar. Dhe ka mbetur para neve edhe gjysma tjetër. E lumë për atë person i cili i ka agjëruar këto ditë, ka shtruar iftare, ka dhënë sadaka, ka falë namazin e teravis, e ka ruajtur gjuhën e tij dhe ka qenë aty ku Zoti e ka urdhëruar. Dashur besimtar, thot Hasan el-Basriu, për të na treguar këtë mësim për jetën që po na jep Ramazani, po e përshkruan njeriu me një shembull shumë të bukur. Thot se njeriu dhe besimtari në jetën e kësaj bote nuk është gjë tjetër pos disa ditëve që janë të grumbulluara bashkë. Kullama dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk. Dhe sa herë që kalon një ditë, një çast, një moment, kalon edhe një pjesë e jote o njeri. E Imam Shafiu në anën tjetër, Zoti e mëshiroft, po thot se Zoti e ka zbrit një surë në Kur'an që është shumë e shkurtër. Mirë po sikur ta zbriste vetëm atë surë do të ishte e mjaftueshme për gjithë besimtarët dhe në ditën e fundit. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Po thot Allahu pashakohën se cili njeri është në një humbje të garantuar. Nga se po themi sa herë që kalon një çast nga jeta jon, po i afrohemi takimit me Allahun. Çdo njeri është një humbje të garantuar përveç atyre që kanë besuar dhe besimin e kanë dëshmuar me vepër. E kanë porosit njëri tjetrin për të vërtetën dhe janë këshilluar që të jenë të dërueshëm dhe durimtar. Ramazani po na mëson se me kalimin e ditëve të tij po kalon edhe jeta jonë. Dhe është një kohë shumë e volitshme, dashur besimtar, që muslimani të ndalet dhe ta merr veten e tij në llogari. Jo vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, për ta zbatuar këshillën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku na porosit duke thënë: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritën e veten tuaj para se t'ju llogarit Zoti me llogari. Dhe mundohuni që ti matni punë tuaja para se të vendosni ato në peshorën e ditës së gjykimit. Dhe atë ditë nuk bën më dobi as pasuria as rëndë. Në këtë formë, nëse ne veten tonë kontrollojmë dhe marrim llogari, do të kemi mundësi që të shtojmë nga punët e mira, e sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Ta pyesim veten, këto 15 ditë që kaluan, a kemi dhënë maksimumin ton, apo ende kemi mundësi që të shtojmë nga mundi dhe ibadeti jon
në mënyrë që të arrijmë faljen e Allahut Azza wa Jall. Dashur besimtar, edhe pak ditë na ndajmë, edhe po vjen oferta më e madhe që ka pasur ndonjëherë njerëzimi. Po vjen 10 neçi i fundit të Ramazanit, një sezon e begat, e mbushur me mëshirë dhe begati. Thot Zoti në Kur'an: Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr. Nata e Kadrit, ose thënë më mirë, ibadeti në natën e Kadrit dhe përkushtimi në natën e bekuar të Kadrit është më me vlerë dhe më madhështore se sa një muaj. Allahu Akbar. A jemi përgatit që të takojmë Allahun me zemër të pasur në 10 neçën e fundit? A jemi përgatit që të garojmë në 10 e fundit të Ramazanit për të synu kënaqësinë e Zotit, duke u falë në natën e Kadrit? Si që bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e humbiste asnjë çast në Ramazan. Bënte ibadet me shumë vullnet, mirë po kur vinte 10 e fundit e Ramazanit, shaddami izarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylatahu. Thot e shtrëngon të ripin e tij, i ngriste familjarët e tij për namaz, dhe gjithë natën e tij e ngjallte me namaz, me përmendje të Allahut, me istighfar, me lexim të Kuranit. Kjo ishte gjendja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për cilin po na thot Zoti në Kur'an: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Me të vërtetë se keni shembulltyrën më të mirë tek Muhamedi alayhis salam, për çdo person i cili e synon takimin me Zotin. Përveç kësaj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte shprehi që të mbyllej në xhaminë e tij që të bënte i'tikaf në 10 netët e fundit të Ramazanit, për të na treguar se çdo çast, çdo sekond dhe çdo minutë në këto 10 net të fundit të Ramazanit është më me vlerë se ari dhe argjenti. E nëse ne nuk kemi mundësi që të mbyllemi dhe të izolohemi në xhami për të adhuruar Zotin fuqiplot, të mundohemi që ta izolojmë veten nga gjërat që na marrin kohën në Ramazan, e sidomos në 10 e fundit. Dashur besimtar, dua ta mbylli këtë hutbë të bekuar të xhimas me këshillën më të mirë për të përgatitur për 10 e fundit. Nuk ka përgatitje më të mirë se devotshmëria. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Përgatituni ju besimtar, dhe më të vërtetë se përgatitja më e mirë është devotshmëria. Thot Zoti në Kur'an: Qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij nga çdo smundje. E përgatitja më e mirë pas përgatitjes fizike është përgatitja e zemrës dhe shpirtit për ta prit këtë sezon dhe këtë musafir në gjendjen më të mirë. Ta pastrojmë zemrën tonë nga çdo smundje, dashur besimtar. Së është e pakapshme dhe e palogjikshme që drita dhe udhëzimi i Allahut futet në atë zemër e cila është mbushur me smundje. Është e palogjikshme që begatit që i sjell Allahu në natën e Kadrit të derdhen mbi atë zemër e cila është mbushur me smundje. Është e pakapshme që ajo zemër që falet në sofa me besimtarët të ketë ende zili, hased, smir, ta jetë lidhur shumë mas dunjas. A thu vallë, a zbret mëshira Allahut Azza wa Jall në atë zemër e cila është njëllosur me mëkate? Për këtë arsye, dashur besimtar, dietarët po na këshillojnë duke thënë: at-takhliyatu qabla at-tahliya. Para se ta mbushim zemrën, duhet ta pastrojmë nga çdo virtut i keq. Prandaj i flas vetes time dhe juve, si që banor të dashur të Ulqinit, përgatiteni për sezonën e verës, duke i pastru apartamentet, duke e përgatit terenin për t'i prit musafirt, t'i pastrojmë zemrat dhe shpirtrat tonë, që ta presim 10 e fundit të Ramazanit, e që në këtë xhami do të falet namazi i natës, duke filluar
natën e ditës së martë në ora 2. Përfund e lutim Allahun që të na i pastroj zemrat dhe shpirtrat tonë. E lutim Allahun që të na mundsoj të arrijmë natën e Kadrit dhe të jemi nga ata që falen në atë natë të bekuar imanan wa ihtisaba, si thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se kushdo që i ka marrë shkaqet, nga se suksesi nuk vjen në këtë dashur besimtar. Kushdo që i ka marrë shkaqet dhe Zoti ja mundson që të falet dhe të adhurojë Zotin në natën e Kadrit me iman, duke shpresuar në begatinë e Zotit, thot Allahu do t'ja falë gjitha gjunahet. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.